Aktori dhe moderatori i njohur Agron Lakaj ka ndarë një dëshmi rrëqethse për humbjen e bashkëshortes së tij, të ndjerë Kostadina, duke sjellë në vëmendje dhimbjen, forcën dhe dashurinë që e shoqëroi deri në momentet e fundit. Nuk mora amanet nga Kostadina, nuk pranova, ka mbajtur më shumë se sa duhet. Rrëfeu ai, duke treguar se nuk mund të pranonte ide të largimit, ndarjes apo detyrimit të fundit, sepse për të, ajo ishte zemra e familjes. Në podcastin e Grida Dumes, ai kujtoi udhëtimin e fundit në Turqi, ku shpresa mori fund. U zhgënjyem se kur ikëm në Turqi herën e fundit, thikën e mora unë. Doktori më mori më njanë, më thanë se mbaroj, i thash ti si kur the 5-6 vjet. Çdo gjë do ta shisnim për të fituar jetën e Kostadinës. Megjithatë, për 2 javë me radhë, ai mbajti të vërtetën i vetëm. Unë duhet të gënjeja. Për 2 javë, nuk e di si rrotullohesha. Ua thash fëmijëve dhe vazhduam silleshim sikur s'kishte ndodhur gjë, deri në fund. Ndërkohë ai vijonte të